Do thonë, në terminologjin e hadithit, llogaritet ky sinxhir prej sinxhireve të arta. Sidomos prej sinxhireve që na vijnë nga Iraku. Nga Iraku. Pse? Do më thonë se është Ibrahim, është Alqama dhe është Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Do më thonë sahabi, kolos det në dije, Alqama nxënësi i tij, po ashtu kolos det në dije, Ibrahim nxënësi i Alqamas, po ashtu kolos dhe det në dije. Kur vjen këta perla mbi perla. Kjo është perl, do më thonë. Nuk është perl ti çka ke gjetë sot prej dunjas që ke përfitu, se njerëzit perla i quajnë ato përfitimet dhe bizneset e tyne. Jo, te imamllarët e sunnetit llogariten për perla këto gjëna. Edhe llogariten për perla selefi kur janë taku, barakallahu fikum, dhe këtë kemi mësuar në Sahih Muslim me Sheikh Abdul Muhsin al-Abad hafidhahullah, kur janë taku selefi mes vete i kanë thënë njërin tjetrit në disa raste, a mos duash ti të dhuroj unë ty një dhurat? A mos kesh dëshirë të dhuroj unë ty një dhurat? Dhe çka i ka dhuruar? I ka dhuruar një hadith. Sot më thënë një musliman, thot, çfarë dhuratë është kjo? Ai mendon dhurat pare më i dhën. Ai mendon dhurat një makinë më i dhën. Barakallahu fikum. Dhe këtu kur jemi te kjo perl, ta shtojmë perlën edhe ta zbukurojmë edhe më shumë. Imam al-Dhahabi rahimahullah në librin e tij Tazkiratul Huffaz thotë se na ka arritur neve, na është transmetuar neve se Ebu Davud e Segjistani ka qenë prej dietarëve që më së shumti është përngjajt Imam Ahmedit rahimahullah. Që më së shumti është përngjajt Imam Ahmedit rahimahullah, jo në pamje. Nuk është qëllimi pamja këtu, fizionomia, jo. Është domethënë në pasimin e sunetit, në mënyrën domethënë e ndjekjes, kapja e fuqishme pas sunetit, kjo domethënë është qëllimi këtu. Ebu Davud e Segjistani i është përngjajt më së shumti domethënë Imam Ahmedit rahimahullah. Dhe imamu sunna Imam Ahmedi i është përngjajt më së shumti Waqi' ibn Jarrah. Dhe Waqi' ibn Jarrah i përngjante më së shumti Sufjan e-Thaurit. Dhe Sufjan e-Thauri Mensurit. Dhe Mensuri Ibrahimit. Dhe Ibrahimi Alqamas. Dhe Alqama Abdullah ibn Mas'udit. Dhe Abdullah ibn Mas'udit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është perl. Edhe ne e themi me plot gojë. Me plot gojë e themi se ky sinxhir pa dyshim se vazhdon. Ky sinxhir nuk ndalet dhe nuk kputet dhe nuk përfundon me Ebu Davud e Segjistani. Po vazhdon, do më thonë, me imamllarat e sunetit, si që është Daraqutni rahimahullah, si që janë pastaj Ibn Tejmija rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah, pastaj vjen imami i davetit, Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, pastaj A'immatud Da'wa, imamllarat e davetit, nipat e këtij burrit madh. Pastaj vjen në këtë sinxhir të art Sheikh Abdullah el-Qar'awi. Pastaj vjen në këtë sinxhir të art Sheikh Hafiz el-Hakemi rahimahullah. Dhe pastaj vjen Sheikhu jon el-Imam el-Mujahid, Sheikh Rabia hafidhahullah. Ne e themi këtë me plot gojë. Ky është sinxhiri ynë. Prandaj u themi atynve, ku janë sinxhiret e tuaja? Ku i kini ju sinxhiret? Dhe pastaj vjen Sheikhu jon, Sheikh Abdullah el-Bukhari,
hafidhahullah. E themi këtë me plot gojë. E themi këtë do të thonë me plot gojë. Ata disa edhe prej hizbijunve dhe bidatçive mburen me Sheikh Hafiz al-Hakemi rahimahullah, dhe bile edhe kanë përkthyer edhe librat e tij, se do të thonë dija e tij dhe memoria e tij do të thonë është e mahnitshme. Ne u themi atynve Sheikh Rabia ka dal prej shkollës së këtij burrit të madh. Sheikh Rabia hafidhahullah është edukuar prej këtij burrit të madh, Sheikh Hafiz al-Hakemi rahimahullah. Prandaj do të thonë ky senet është do të thonë prej ky sinxhir është prej sinxhireve më të fuqishme dhe është perl në vete. Thot Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu se kur e ka fal pejgamberi alayhi salatu wasalam namazin, ka shtu diçka, ose thot Ibrahim an-Nakhai, që dyshon do me thonë ai, ose ka lënë të mangët. Kur e ka dhënë selamin pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo është thonë, ja Rasulallah, a ka ndodhur diçka të re me namazin, në lidhje me namazin? Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka është ajo? Atëherë kanë thënë, ti i e fal kështu e kështu e kështu. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam është drejtuar në drejtim të kibles dhe ka bërë do më thonë 2 sejdë dhe pas 2 sejdëve ka dhënë selam. Pas 2 sejdëve do më thonë ka dhënë do më thonë selam. Kjo ndodh do më thonë nëse shton diçka gjatë namazit, do një recat për shembull, ose do një shtyllë, dhe informohesh pas namazit. Kështu, dhe ai që është falur pas teje, të informon se kështu diçka. Atëherë çka bën? Atëherë do më thonë, i bën 2 sejdë, vetëm 2 sejdë dhe jep selam. Kaq.